Mirdita dhe mirë se po takohemi të dashur miq. Romancierja shqiptare dhe autorja e 7 vëllimeve Helena Kadare është bërë pjesë e emisionit Me Elditën. Emisioni sotëm është realizuar në terren sepse ne jemi përpjekur të ndjekim nga afër aktivitetet e realizuara të zonjës Kadare në Gjakov. E ndjekim materialin e përgatitur në terren. Një bashkëpunim mes Rotary Klub Gjakova dhe shoqatës së intelektualëve Jakova ka bërë që figura e letrave shqipe, njëherit bashkëshortja Ismail Kadare, Helena Kadare, të qëndrojë për 2 ditë rresht në Gjakov. Në natën e parë të qëndrimit të saj, zonja Kadare për kontributin në letërsi është shpallur antare nderje përjetshme nga klubi Rotarian Gjakova, çmim ky që ju dhan nga doktori Agron Abrashi. Për kundër angazhimeve të shumta, zonja Helena Kadare ndau pak minuta për emisionin Me Elditën. Në një bisedë të ngrohtë plot emocione, ajo ndau disa copëza nga jeta e saj, madje foli edhe për Gjakovën. Cila është ndjesia të qenurit në Gjakov për 2 natë rresht e motivuar me njerëz dhe rrethuar me njerëz jo vetëm ardashës, por edhe njerëz e komunitetit të cilët e duan vendin dhe lidhjet me Shqipërinë kanë pas të vazhdueshme. Që thash sapo tani në mbledhjen që u bë me lexuesit e shumë të Gjakovës, jam vërtet shumë emocionuar, e mallëngjyer mund të them. Sigurisht dhe e nderuar sepse ky është një publik i mrekullueshëm që unë e vura re që në hapat e parë që erdhëm këtu në Gjakovë që mbritëm, gjithë ajo dashuri që lexoj në sytë e njerëzve më të thjeshtë që takonim rrugës, që takonim rastësisht dhe ju siguroj që dikush një zotëri në sala më tha, do të shkruash diçka për Gjakovën, ja ku ju premtoj sepse kaq shumë mbresa, sa do t'i shkruaj patjetër diku këto mendime dhe dëshira dhe kënaqësi që më ka dhënë ky udhtim. Ju premtoj se do të vi përsëri. Përsëri ishte vërtet një ngjarje shumë e rëndësishme në jetën time. Faleminderit. Jemi duke jetuar në një brez ku kemi mori informacionesh të cilat shumë shpesh edhe neglizhojnë artin e të shkruarit. Vlerësoni se duhet punuar më shumë njerëzit për të arritur artit të shkruarit aty ku ishte dikur, ose të mendonim se do t'i afroheshim shkrimtarëve të mëdhenj. Për mua, ajo që quhet përparim, domethënë hyrja e internetit është një gjë shumë e bezdisur për letërsinë flas. Ajo bën shumë punë për shkencat, për përparimin e shoqërisë, por për mua është një handicap shumë i madh, sepse më duket sikur ajo shuan atë ndjesinë dhe ndjenjat më të thella që ka njeriu dhe se si bëhen si mekanizma, si gjëra të pandjeshme. Shpresoj shumë që të kthehet përsëri ajo kohë kur letërsia duhej për letërsinë, për dorën që e shkruan, dhe jo për tash i shkruajnë dhe me mesazhe dhe vëre, mesazhet që bëjnë edhe gabime ortografike. Kjo po prish edhe gjuhën. Gjë që unë sapo thash, ju gjakovarët e keni të shkëlqyer gjuhën shqipe, e keni ruajtur shumë bukur dhe flisni një gjuhë letrare të mrekullueshme dhe ju përgëzoj për këtë gjë. Faleminderit. Tjetoni me një njeri i cili ishte kritik i fjalës së shkruar siç ishte Kadare, më kupton se në shtëpinë tuaj gjithçka ka qenë ndoshta e programuar sa i përket artit të shkruarit. Sot jemi ndryshe. Keni provuar të shkruani diçka pas ndarjes së Kadares nga jeta? Atë jam duke bërë dhe mendoj se është një terapi shumë e mirë për çdo njeri që kalon një hidhërim në jetën e tij. Është vetëm gjë që më heq atë mërzin që kam, është e kuptueshme. Vetëm të shkruarit. Jam duke bërë dhe jam duke përgatitur një vëllim me tregime. Nga ato që kemi lexuar nga ju, por edhe nga Kadareja, posaçërisht në prononcimet e juaja, shpeshherë keni thënë se ju kanë njohur të gjithë rrethi si njerëz modern, që jetesën, martesën e keni bërë si bashkëjetesë. A do thotë kjo se ju shumë herët keni qenë një hap para shoqërisë atëherë?
Ashtu shpresoj se kam qenë një javë para, po jo se kam bërë në një mrekulli, kam bërë atë që më diktonte zemra, e kam bërë me guxim, megjithëse kisha kundërshtime nga familja rrethi, që nuk e pëlqenin këtë lloj lirie kështu me të cilën jam sjellur. Po bashkëjetesa nuk e quaj në një gjë të keqe. E mirë është, rëndësi ka që a është e vërtet ajo dashuri që ekziston midis dy qenieve, një burri dhe një gruaje. Po tjetë ajo e vërtet s'ka rëndësi. S'ka nevojë, ajo martesa fundi ca vula janë që nuk është se e mbajnë dashurinë stabil. A do thot kjo se dorëshkrimet e Kadares ju i keni lexuar e para se ato të kalonin në për faza tjera? Absolutisht, sepse kam qenë jo vetëm lexuesja e parë, po kam qenë ajo që e kam shtypur, i kam radhitur vetë, domethënë më përpara ishte me makinë shkrimi, si ajo që pam atje, dhe ja një kompjuteri, për shembull, që bëri një punë të mirë sepse ma lehtësoi shumë punën. Gjithçka ato mira faqe që janë botuar vepra komplet, kanë kaluar nëpërmjet duarve të mia. Në Shqipëri kishte shumë mundësira që të tjerë ta bënin këtë punë, po në Francë isha vetëm unë që isha dija shqipen e Ismailit dhe kuptoja edhe shkrimin e tij, edhe ndjenjat e tij sigurisht. Si është të jetosh një jetë me strazirash, të shtypit kuptohet edhe të shkrimit shqip, e të jesh gruaja e njeriut më të madh të letrave shqip? Është një detyrë shumë e vështirë, me thënë të drejtën. S'ka qenë e lehtë, s'ka qenë fare e lehtë, ishte e vështirë. Keni dalur bashkë ti të i kaloni ato stuhit e kohës, ko pas kohë të veprave të tij? Absolutisht. Kemi kaluar orë të tëra, por në Shqipëri ishte edhe problemi që nuk mund të flisje në shtëpi, se gjithmonë ishte rreziku që po përgjohesh. Dhe dilim natën, çdo natë, mbajnë mend të gjithë në Tiranë se ne bënim shëtitje të gjata për të mund të folur ato gjëra që nuk thuheshin dot lirisht. Po ju me shkrimet e juaja, merrit kritika nga bashkëshorti? Dhe ai pranonit ato? Ja, këtë desha t'ju them, që në qoftë se ai shtemronte fytyrën, jo më të thoshte fjalën që si pëlqente ajo që kisha shkruar që ai jepja me një frikë të madhe në zemër se çfarë do thoshte. Ai sapo bënte fytyrën kështu, unë e merja e zhdukja atë, nuk isha shumë e sigurt në atë mendimin e tij. Po mos e pëlqente ai, ishte e kotë që unë ka nxirrja në dritë atë gjë. I riktheheni shkrimeve të juaja të dikurshme? Tashi unë jam duke bërë këtë gjë sepse po mbledh në një vëllim me tregime që po shkruaj disa të reja, po ndërkaq kam shumë të botuara përpara. Shumë pak prej tyre meritojnë të futen në këtë gjë. Kështu që ky është një rikthim që nuk i quaj shumë të vlefshme shumë prej tyre, po atë që e quaj të mirë e marr dhe e fus në këtë vëllim të ri që po jam duke shkruar. U bë antare nderi për thjesht një grup njerëzish komunitar, që do të thotë se projektet komunitare janë shumë të rëndësishme. Vlerësoni se kosovarët janë ata të cilët e duan filantropinë dhe përpiqen me promovu punë vullnetare në komunitet. Rasti doktor Abrashit është shembulli më i saktë, më i madh i punës së një humanitari. Ai është një gjakovar i realizuar, i talentuar, që ka klinikën e tij në Zvicër, dhe jam shumë e prekur kur shikoj se sa bën ai për këto, për nënën dhe fëmijën, për shëndetin e grave. Domethënë ai ka marrë shumë gjëra përsipër, gjë që më duket një mrekulli e një gjakovari të vërtet që bën dhe e do vendin e tij. Nuk ka 40 e ca vjet jeton në Zvicër, por syrin dhe zemrën e ka këtu në Gjakovë. Shumë përshtypje më ka bërë, në fakt, në sajtë ati, unë erdha këtu, ai e organizoi këtë, nuk arriti dot ta marrë Ismailin, sepse ndodhi ajo që ndodhi dhe tha do të çoj ty në vend të atij. Cila është ajo përshtypja apo fjalia vetme që do të thonit për qytetin e Gjakovës me këto 2 ditë vizite këtu? Përshtypja ime e përnjëshme është dashuria dhe mirësia që më dha mua ky qytet. Nuk e di, më dha një ndjesi të jashtëzakonshme, një ndjesi që dua përsëri të kthehem këtu, sa më shpejt bile. Dhe do të shkruaj patjetër diçka, për kam mbajtur shumë shënime nga takimet që kam pasur këtu këto ditë. Faleminderit shumë. Ju lutem.
Ndërkaq në takimin e datës 4 qershor, emri i zonjës Helena Kadare mbushi sallën plot qytetar, të cilët u bën pjesë një takimi të përbashkët me krijuesen Kadare. E kur salla u mbush plot dhe qytetarët tashmë ishin sistemuar në vendet e tyre, dy nxënës ekselent filluan të interpretonin citate nga librat e zonjës Kadare, nën tingujt e bukur të pianos. Brenda vetes sime, droja për një sjellje të tillë nuk më ndohej kurrë. Në dy librat e tij, me elemente autobiografike, muzgu dhe hija, duke i qartë një gjë. Mos përputhja midis shënimeve të datave të tij dhe njohjes sime me të, më binte në sy me njëherë. Pyetja që më linte ishte: mos vallë kujtimet ashtu siç i quajmë ne, me saktësinë e tyre e dëmtojnë balancën delikate të letërsisë? Çdo herë që e mendoja këtë pyetje, aq më tepër bindesha se ai kishte qenë argumenti kryesor që unë nuk isha ditur ta përdorja. Këtë manifestim të veçantë në Gjakove begatoi edhe prezenca e ministrës në detyrë, zonjës Arbëria Nagafsi. Zëri i heshtur i letërsisë dhe kujtesës shqiptare, kështu është quajtur ndër vite në letrat shqipe zonja Kadare. Mes emocionësh, profesori Rushdi Sefa, kryetari i shoqatës së intelektualëve Jakova, tha se zonja Kadare ishte një simbol që qëndroi përballë stuhive, duke mbajtur mirë ekuilibrin për krah një gjeniu të letërsisë, bashkëshortit të saj Ismail Kadare. Sot kemi nderin dhe kënaqësinë të mirpresim një figurë të rrallë të letërsisë dhe të jetës kulturore shqiptare, zonjën Helena Kadare. E qytëm këtë ngjarje zëri heshtur i letërsisë dhe kujtesës shqiptare, jo sepse zëri i saj nuk është dëgjuar, por sepse ajo ka folur me qetësinë dhe përkushtimin e një shpirt të madhëje që nuk ka kërkuar dritat e skenës, por ka ndriçuar vetë me praninë dhe veprën e saj. Helena Kadare nuk është vetëm një autore e rafinuar dhe përkthyese e ndjeshme. Ajo është edhe një simbol i qetësisë që qëndron përballë stuhive, një grua që ka ditur të mbajë ekuilibrin për krah një gjeniu si është Ismail Kadare, jo si hije, por si qendrësare, e heshtur, por e palekundur. Në një jetë që shpesh ka lëvizur mes letrave dhe heshtjeve të rënda, mes artit dhe presioneve të kohës, Helena Kadare ka zgjedhur të flasë në mënyrën më të thellë të mundshme, përmes veprës, përmes kujdesit për fjalën, përmes mbrojtjes së kujtesës. Me këtë përkushtim, ne sot ndajmë për zonjën Helena Kadare një mirënjohje, si një shenjë modeste falënderimi për gjithçka ka dhënë dhe vazhdon të jep për shpirtin e këtij kombi. Gjakova, qyteti i dijes, i rezistencës dhe i kulturës, i ka dhënë gjithmonë zë gruas që mendon, krijon dhe qëndron. Në këtë frym, kjo mbrëmje është më shumë se një ngjarje letrare. Është një akt simbolik ku gratë e këtij qyteti takohen me një tjetër grua që për dekada ka mishruar vlerat më të thella të qëndrueshmërisë, finesës dhe kujtesës sonë kolektive. Kjo ngjarje organizohet nga shoqata intelektuale Jakova, një zë i rëndësishëm i mendimit, angazhimit qytetar dhe fuqizimit e gruas në Gjakovë dhe më gjerë. Është shumë domethënëse që një homazh për Helena Kadaren, një grua që ka mishruar dijen, qetësinë dhe forcën e heshtje, organizohet pikërisht nga një organizatë që përfaqëson dhe përkrah figurën e gruas mendimtare, krijuese dhe të angazhuar në jetën publike. Pikërisht për këtë kemi angazhuar profesoretin të UTA Lama Hoda për të realizuar dhe mëdhuruar këtë takim të veçantë. Jemi të bindur, Jemi të bindur se kjo mbrëmje nuk do të jetë thjesht një përshëndetje
për një emër të madh të letrave shqipe, po është një frymëzim për brezat e arshëm të grave që zërin të jenë zë edhe ku janë të heshtura si Helena Kadare. Mirë se erdhe zonja Helena Kadare dhe faleminderit që ndërën me praninë tënde këtë natë që i përket fjalës, kujtesës dhe vlerës. Mes duartrokitjes të një pasnjëshme, zonja Helen u ngjitë në skenë duke pranuar një respekt të madh nga audienca pranishme, bashkë me një mirënjohje me një motivacion shumë të qelluar, për zërin e saj të qetë por të fuqishëm, që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në letërsinë shqipe dhe për dritën që i ka dhënë fjalës, kujtesës dhe shpirtit të kulturës sonë. Zonjës Helena Kadare, për zërin e saj të qetë por të fuqishëm, që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e letërsisë shqipe, dhe për dritën që i ka dhënë fjalës, kujtesës dhe shpirtit të kulturës sonë. Sot, me 4 qershor 2025 në Gjakovë. E tani, gjithçka ishte gati që zonja Kadare të filloj bashkë bisedimin me profesoreshën Teuta Hoda, si dhe audiencën e pranishme në sallë. Kjo sonte për ne është e veçantë, veçanse në mesin tonë, si që tha edhe djela, është madhështore të ju kemi ju, zonja Helena Kadare. Të quajmë zëri heshtjes që nga fillimi, por unë të kam parë të zhurmshme, sidomos në kohën e pamjaftueshme. E njohur për krah një emri si Ismail Kadare, bashkëshorti i saj, por edhe hijet që kjo përkrahje sillte. Helena zgjodhi të mbjetoj, jo me zhurmë, por me qëndrueshmëri, jo me kontrast, por me thellësi. Figurat femrore që krijoi, Vera, Bardha, Shpresa, nuk janë vetëm personazhe, janë gra që jetojnë mes nesh. E ke shkruar historinë e grave që heshtin, që përballen, që ruajnë identitetin e tyre me sfidave të mëdha të jetës. Je gruaja e parë që botoi roman në Shqipëri pas luftës, një hap i guximshëm që ndryshoi shumë. Jeta jote me Ismailin, sfidat e përditshme, durimi, dashuria për fjalën, janë histori që na frymëzojnë dhe që na mësojnë se sa shumë mund të bësh edhe kur rrethanat nuk janë lehtësuese. Doktora Brashi bëri të mundur që Ismaili të ishte antar i nderit të Rotary Klubit. Me qenë që ai nuk arriti të vinte, atëherë erdha unë në vendin e tij dhe po ju them sinqerisht, tërë këto ditë që kam jetuar në këtë qytet të mrekullueshëm, kam përjetuar ndjenjat dhe emocionet më të veçanta, kam udhëtuar shumë, kam qenë në shumë takime, por nuk e di pse me këtë qytet më lidh diçka që atë vetë nuk di ta them dhe ta shpjegoj pse, po ndoshta është historia, ky qytet me kaq kulturë, me kaq tradita dhe kaq i vuajtur, sepse vazhdimisht kam ndjekur ato tmerre që ka kaluar Kosova sigurisht, por në veçanti Gjakova. Gjakova që më kanë thënë 17.000 objekte janë ndjekur në kohën e luftës së Kosovës, në një kohë që, si që tash edhe mbrëm, ishim në marrjen e certifikatës antarit të Rotary Klubit. Dhe më thënë, ishte një gjendje që e jashtëzakonshme që kemi përjetuar për të ngjarjet që vazhdoni në Kosovë. Do më thonë, Ismaili për herë të parë ka lënë punën e tij që ai e quante të shenjë punën e të shkruarit. Do më thonë, pa bërë ato 2 orë gjysmë sa aq punonte në ditë, për atë ishte një jetë e papranueshme. Për herë të parë e kam parë që braktisi punën dhe u dha vetëm drejtimit se çfarë mund të bënte ai për Kosovën, dhe nuk la kancelari, nuk la presidenta,
udhëheqësa e shtetit pa i shkruar dhe pa dalë për televizore duke e ngritur zërin për këtë çështje kaq të madhe. Dhe marrja e pavarësisë ishte një mrekulli që e kemi përjetuar shumë fort. Dhe kishim ëndër, ne kemi ardhur disa herë në Kosovë, por ai ka qenë në vitet 70 apo 72 një herë këtu, unë nuk isha qenë dhe përfundimisht tash po të çoj edhe një amanetin e tij, sepse ky qytet ka vlera shumë të mëdha. Në rast të parë jeni ju vetë, që këto ditë që kam qëndruar këtu kam parë një dashuri dhe një mirësi njerëzore, domethënë nga njerëzit e thjeshtë, kudo që jemi futur diku në për dyqane, në për rrugë, një dashuri që është krejt e veçantë, po meqenëse se jemi në këtë moment, dua t'ju besoj me sinqeritet dhe një diçka të veçantë. Zonja Kadare Kristina, që është bashkë me mua, që jetojmë tani së bashku, është gruaja e nipit Ismailit, më tha pa pritur sot në mëngjes, po sigur të vinim, sa t'i linim ato punët tona atje në Shqipëri, të vim të jetojmë këtu në Gjakov, si thua. E tha me gjithë shpirtin dhe thash, po vërtet, ajri më pëlqen, kjo qetësi, ka diçka, nuk e di thash, nuk e shpjegoj dot, ndoshta ndonjëherë do di ta shkruaj, po që ta them me fjalë nuk e di çfarë ka ky qytet që kaq shumë më prek në zemër dhe e dua, ju dua të gjithë juve. Pa të dashuri për atë dhe unë, që është një gjë e shenjtë, por ne ndoshta sepse kemi qenë një popull që kemi vuajtur nga padrejtësira dhe sot ishim në Prizren, atje ku lidhja e Prizrenit. Pash atë bust të mrekullueshëm atje dhe thash, sa kanë punuar këta patriotët shqiptar për të arritur atë që u arrit, megjithatë janë bërë kaq padrejti ndaj Shqipërisë, se si të kujtuam me atë zotrin që na shoqëronte sot, se si në pikërisht në 13 qershor në Kongresin e Berlinit u bë ndarja e Shqipërisë. Ka qenë shumë e madhe. Megjithëse mua Shqipëria, me thënë të drejtën, unë kur udhtoj tani që udhtojmë bashkë me zonjën që u tha, më them, sa e madhe që nga Shqipëria, pse quhet vend i vogël? Sepse unë nuk e kisha përfshirë, nuk e dija kaq e madhe se sa ishte, se për të qenë më e qartë. Pjesët më të bukura që ka ai vend ishin në kohën e komunizmit, ishin kështu zona ushtarake e ndaluar, këtu nuk shkelet. Aq më tepër në Kosovë ishte e pamundur që të vijë, ishte një luks i madh të lejohej që të vinim në Kosovë. Kam ardhur me Ismailin, kam ardhur dhe njëherë me një grup shkrimtarësh në lidhje e shkrimtarëve me Dritorova Golli si kryetar. Me një fjalë, ajo çfarë është gjëja më e rëndësishme për mua, ndoshta këtë nuk e kam vetjake, vetanake do thoshte Ismaili, por e kam nga Ismaili, sepse ai vazhdimisht thoshte gjuha shqipe është më e rëndësishme se vetë Shqipëria. I thosha, po si ka mundësi që thua ti gjuha shqipe? Ti nuk ke ide se sa vlera ka kjo gjuhë, më thoshte. Le që është një gjuhë e lashtë, një gjuhë e vërtet dhe unë kur punoj, thoshte ai, përdor 4 si ato avionat me 4 motor. Domethënë, është kaq mundësi sepse shumë shpesh dëgjonim, domethënë pas rënies së diktaturës që djem shkrimtarë që iknin jashtë dhe thoshim, është e pamundur, nuk shprehet dot në gjuhën shqipe. Dhe për herë të parë me Ismailin në Prishtinë, dëgjonim serbisht në rrugë. Po çfarë është kjo kështu, pse flitet serbisht? Në fakt ato s'kishin faj, sepse banonin aty. E po, ja këtu në Gjakovën këtë nuk e kam parë, edhe kjo më ka dhënë një lumturi shumë të madhe. Jeni shqiptar të vërtet me një fjalë. Kjo është ajo që gjithmonë na zgjon shpirtrat kur e dëgjojmë, kështu që faleminderit. Tek pjesa kur ishim te trashëgimia, dua të ndalem edhe tek një pjesë tek libri Kohë e pamjaftueshme, kur ju thuani që shkruani në fakt që Ismail Kadare thotë që në kulturën e Ballkanit
nuk është tradit të shkruhen kujtimet, për shkak se është trashëgu kultura gojore, do thënë goj pas goje, ndërsa ju keni thënë që duat të shkruaj kujtimet. Do thënë edhe kjo është gjithashtu një fakt shumë i vërtet, dhe ne shpesh me që jemi në shkollë, kemi për fat të mirë dhe të rinj këtu, është pyetja pse ka më shumë shkrimtar meshkuj dhe pse nuk ka shkrimtare femra, që nga letërsia filobiblike deri te letërsia bashkohore. Mund t'ju them diçka së pari, ndoshta pjesës burrore nuk do t'i pëlqej shumë, unë nuk jam feministe që të mbrojnë të drejtat e grave. Diku në librin bashkëshor do të kam shkruar që dashuria nuk është të vështruarit e njëri tjetrit në sy, po e të dyve bashkë në një drejtim. Edhe desha të them këtë gjë, gruaja për mua, gruaja shqiptare, është më duket, domethënë gjithmonë me raporte burgua, më duket shumë me emancipuar, shumë me denjë, shumë me sakrificës, jo se burrat nuk janë. Por në raport me burrat, nuk e di pse, ndoshta nga vuajtja që ka pasur gruaja shqiptare, jam shumë e bindur që ajo meriton shumë e tepër. Edhe një gjë tjetër, këtu në Kosovë, këtë kam vënë në fakt, edhe në Prishtinë, edhe veçanërisht këtu, kanë një respekt shumë të madh për gruan. Sillen shumë bukur burrat me gratë. E vura re edhe në mbrëm në darkën që u bë pas ndarjes së çmimit. Kishte një afinitet dhe një dashuri që të lexueshme. Domethënë nuk kishin ato me që jena burra dhe tashti do sillemi kështu të përmbajtur. Jo as pak. Ishte një lidhje shumë e bukur e çifteve që ishin prej 40 viteve që jetonin bashkë. Dhe mënyra se si flisin për gratë e tyre më pëlqeu shumë. Tani ajo që thoni ju pse gruaja nuk ka, sepse s'ka pasur mundësi, mendoj unë, s'ka pasur mundësi. Në Ballkan kjo ka qenë shumë e fuqishme, ndërkaq ne jetuam 32 vite në Francë, dhe Franca kuptohet ishte një vend i emancipuar, gruaja ishte shumë e përparuar dhe domethënë barabart me burrin, gjë që Shqipëria nuk e ka pasur. Mendoj janë vetëm këto 50 vitet e fundit që gruaja ka marrë detyra dhe i ka bërë për shembull kur marrin njerëz në punë, i kam thënë edhe njerëzve që janë të rëndësishëm, që kanë në dorë gjërat, i them merrni gratë më mirë se sa burrat sepse janë më të përgjegjshme. Janë shumë më të vetëdijshme, atë punë që u jep e bëjnë shumë më me seriozitet se sa burrat. Dhe më falin burrat. Se zë i heshtur, kur është jeni një zë shumë i guximshëm, po sa saj unë kam po edhe një brendësi rebele. Në fakt, nuk jam kaq e guximshme sa thoni ju. Tashti pse? Sepse unë mund të kisha shkruar për shembull 20 herë më shumë libra, nga ato që kam shkruar. Mirë, po duke parë që puna e personit me të cilin jetoja ishte shumë më e rëndësishme se sa ajo që bëja unë ju përkushtova kësaj gjë me bindjen se ai e meritonte gjithë kohën time, gjithë devocionin tim. Prandaj them nuk jam e guximshme siç mendoni ju, sepse nuk kam bërë gjithçka që mund të bëja. Dhe po këtë e kam bërë me ndërgjegje të plot, me vetmohim, sepse ky njeri që unë jetoj, ky i meriton këto gjëra, sepse e doja shumë atë letërsi që ai bënte, siç e doni shumë dashamirës të tij. Kështu që ai e meriton të këtë gjë. Tani prandaj them kjo është guximshme, ndoshta duhet kisha bërë diçka më shumë. Ky shalli për shembull, ky është bërë me dorë. Për fat të keq mund të them sepse nëna ime, si gjitha nënat shqiptare, kërkonte të më mësonte se ti të qëndisja, të bëja triko. Unë e kam urryer këtë punën e qepjes dhe nuk e bëja. E bëja keq dhe më tepër që ajo ta shikonte që nuk e doja. Ajo përsëri ma vite përsëri, do ta bësh se kur të shkosh te buri, duhet i dish të gjitha. Mirë, më vinte në kuzhinë që të gatuja, këtë vazhdoj ta bëj dhe tani me qef. Atë këtë gjë e pëlqeja. Po këtë punën e gjelporës nuk e duroja dot, nuk s'kisha asnjë durim të bëja kështu. Ajo çka ne po realizojmë sonte me këtë pikturë është që
Çfarë ndjesi jep një mbrëmje artistike për një piktor? Tani, ndjesia e Armendit shfaqet sonte në këtë pikturë dhe të besojmë që Të dyja bashk të ulura në një divan të vjetër, pranë një tavoline druri, në të cilën krahas aksesoreve unik ishte edhe një makinë shkrimi, të linin përshtypjen se ishim kthyer në kohën e letrave të zonjës Kadare. Shkrimtarja e njohur në këtë bashkëbisedim me Gjakovarët ka folur edhe për sakrificat dhe vetmohimin e heshtur që kishte zgjedhur, siç tha ajo, pa ndonjë pengesë, duke u distancuar me shumë privilegje, vetëm që bashkëshorti i saj të ecë të vënë në letër gjithë fuqinë e fjalës dhe mendimit të tij. Helena Kadare është autore e librave Një lindje e vështirë, Një grua nga Tirana, Bashkëshortët, Kohë e pamjaftueshme, Kriminali nga Kadizi dhe disa shkrime të tjera. Ajo ju është përgjigjur edhe pyetjeve të qytetarëve, të cilët kërkuan të dinin më shumë për jetën e Kadares. Pas këtij materiali të bukur dhe gjithçka që zonja Kadare e bëri për adhuruesit e fjalës së shkruar, e gjithsesi edhe mendimet e saj për qytetin ton, Gjakovën dhe për njerëzit e saj, unë ju falenderoj që na ndoqët, uroj që të lexojmë sa më shumë me posaçërisht edhe veprat e Kadares, të cilat kanë një mision të jashtëzakonshëm në letërsinë shqipe, dhe ju uroj një vikend të mbar. Mirëmbëjtje. Takohemi të shtunën e radhës.